Од денеска во близина на градскиот стадион во Тетово сточарите започнаа со продажба на допидок за курбан. Продавачите велат дека денес е првиот ден кога почнале со продажба, додека цената на една овца се движи од 180 до 250 евра, а на овенот до 400. Според продавачите, бројот на стада е значително намален, што се забележува и на импровизираниот пазар, каде што бројот на сточари беше многу мал. Për herë që si që kënë që vetë që shoni si vjetë. Ka interesim blen? Interesim hiq që s'ka njerës hiq. Hiq. Do për të shoma si vetë. Për sa mund e bleshin një kurban? Po në varet për 100 euro, në i si në tërma në varet kurbani si ja. Mimet fillen për 100 euro në 230-50 delja, dhe me thonë, ku që si hajoni ma, shkoj si mas kelashës. Ka interesim blen njëzit? Ka interesim. Po thoj 5 kemi qitë ka 1 euro ose di ma shumë s'ka, ama interesime ka bo. Ka interesim se pak janë gjatë janë pak shumë, a popja e ma. Që to, a popja ma dhe që, sa gjatë ka për këtë të tovë gjatë ka. As pak. Ska dele që nuk rrinë modele? Ja, nuk rrinë, jo, nuk rrinë askush nuk rrinë, se këtë ku ashtu është rrini këto. Rinia iki. Shku në prendim kretë, në ku s'ka asë gjanë. Delërat të trit nuk du unë si plak, për thot 80 veçar. E ka të marrë, matë gjalli që ashtu mas mije, gjemë të gjalli si du. Shqitja sot është dita e parë që kina dalë këto. Shqitja është e mirë, nuk janë edhe qatë shmimet e nalta sa që mendojnë njerëzit. Ta është të që të shofim si të shkoj e pazari, po për momentin nuk kena vazhdu qaq me shqitje, po të shofim vazhdim. Sa janë shmimet e kurbanave? Po, për shembull delet janë më të vogla, 140 euro, 150 euro, deri 200 euro delet. Deshet janë prej 200 deri 300 euro. Jo qaq sa thunë njerëzit 400 euro, 500 euro, jo nuk janë atë shumë sa ti frikin njerëzit mos blejnë kurban. Shmimi janë për momentin prej 400 deshet deri 200-250 në varët e modhe kësa. Ka interesim? Ka interesim. Shtaj varët sa ka si cali gjepin. Për momentin ala i herë tina. Sa ba, të të që dhe shumë. Sa duke se lëvejza jo. Ka rritë shmimi të vjetë? Ka rritë më shumë. Ka rritë, se shdo gjonë ka ipe dhe dhënë ka nëte. Ka munges? Ka munges, kanë zonë t'i pakojnë. S'kanë musajt, kërave një pakojnë. Tash, ripin në shmimet edhe gjoj tjera kanë i krejtë. Но купувачите имаат поделени мислења. Некои велат дека не е скапо, а други сметаат дека цените се високи за оваа економска криза и за трошоците што граѓаните ги имаат секој месец. Nuk është shumë pështërë. Sikunda i raun, nuk është shtërë se do të pak ma shtërë tjerë. Kurse mbam në madhin, shtërë në bëngat. Në botë marë në botë shtërë. 500 euro, 600, 1000 në bëngat. 1000 në bëngat. Orta janë. Orta. Sikunda janë madhi, ashtë janë shmimet. Sikundra janë rogat si janë shmimet? Ja. Rogat si janë, rogat hyqë. Rogat hyqë. Por kohën, gjykimi shtajnë, krejtë gjykimi shtajnë shtreqja. Shtreqja, kurbane. Po, e në këto kanë halin e vete, kanë e kemi parasysh, se gjithë gjanë shtetë dhe për ato. Po ne që dumë të bëjmë këtë traditën tonë për ne është shtretë, nuk më lidhen argjime, si të dhe janë ekstremi, janë bërë shumë. Më thonë kushtet janë bërë qitatë, të thonë kritike, po e pa mund që mash t'i dalin në qështë t'i dash mundjes. Сточарството во Тетовскиот регион се соочува со една од најсериозните кризи во последните децении, директно погодено од бранот на иселување на младите и недостаток на интерес за наследување на традиционалните занети. Според самите сточари, бројот на добиток драстично се намалил, бидејќи младите генерации ги напуштаат селата, оставајќи ги само по старите да се грижат за малкуте преостанати стада.